19. Namazi. Hyrja në namaz. Tekbiri fillestar. Pas përgatitjes për namaz dhe marrjes së abdestit ose të guslit, bërjes së njetit, me tekbirin fillestar, fillohet namazi. Ngrem duart, të drejtuara drejt kiblës dhe shqiptojmë Allahu Ekber. Meshkujt i ngren duart në lartësinë e veshëve, duke prekur pjesën e butë të veshit. Gishtat e dorës janë të shtrirë. Femrat i ngren duart në lartësinë e supeve dhe kujdesen që mos të zbulohet ndonjë pjesë e trupit, që është ndaluar të shihet në namaz. Qëndrimi në këmbë në namaz, qiyam. Kur e shqiptojmë tekbirin fillestar dhe i lidhim duart, qëndrojmë në këmbë të qetë dhe me përulësi, duke shikuar vendin ku do të vendosim fytyrën dhe lexojmë. Qëndrimi në këmbë në namaz quhet qiyam. Nëse për shkak të sëmundjes apo për shkak të pleqërisë falsi nuk mund të qëndrojë në këmbë, mund të falet në pozitë të ulur. Leximi i Kur'anit në namaz, kiraet. Ç'është kiraeti? Kiraet do me thënë leximi i Kur'anit me rastin e qëndrimit në këmbë në namaz. Do me thënë leximi të surës El-Fatiha dhe një sureje tjetër. Leximi i Kur'anit gjatë namazeve individuale bëhet aq sa e dëgjon vetë. Leximi i Kur'anit në namazin farz është gjatë qëndrimit në këmbë, gjatë të gjitha rekateve. Te të gjitha namazet farz, është farz të lexohet Kur'ani vetëm në 2 rekatet e para. Çka lexohet gjatë qëndrimit në të gjitha rekatet në të gjitha namazet? Në qëndrimet e të gjitha rekateve, në të gjitha namazet lexohet si vijon. Në qëndrimin e rekatit të parë, në të gjitha namazet lexohet Subhaneke, Eudhu Billahi, Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër. Në qëndrimin e rekatit të dytë, në të gjitha namazet lexohet Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër. Në qëndrimin e rekatit të tretë dhe të katërt të namazit farz, lexohet Bismillahi dhe Fatihaja. Në qëndrimin e rekatit të tretë të sunetit të ikindis dhe yatsis lexohet Subhaneke, Eudhu Billahi, Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër. Do me thënë, sikurse në qëndrimin e rekatit të parë. Në qëndrimin e rekatit të tretë të sunetit të drekës lexohet Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër. Do me thënë, sikurse në qëndrimin e rekatit të dytë. Në qëndrimin e rekatit të katërt të gjitha suneteve lexohet Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër. Do me thënë, sikurse në qëndrimin e rekatit të dytë. Në qëndrimin e rekatit të tretë të namazit të vitrit lexohet Bismillahi, Surja Fatiha dhe një sure tjetër, e pastaj ngrihen duart sikur te iftitah tekbiri, duke thënë Allahu Ekber, dhe duart vendosen në vendin e zakonshëm dhe lexohet duaja e kunutit. Kush nuk e di duan e kunutit mund të lexojë Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Që në përkthim do me thënë O Allahu im, Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi me zjarr. Çfarë bëjmë gjatë qëndrimit në këmbë në namaz? Krahas Fatihas dhe surës, gjatë qëndrimit në këmbë në namaz lexojmë Subhaneke, Eudhu Billahi, Bismillahi dhe duan e kunutit. Leximi i Subhanekes, Eudhu Billahit, Bismillahit është sunet, kurse leximi i duas së kunutit është wajib. Kërrusja në namaz, ruku. Kërrusja e gjysmës së trupit dhe vendosjes së duarve në gjunjë, me gishtrinjën të ndarë, quhet ruku. Duke thënë Allahu Ekber, bijem në ruku, kurse duke kryer rukun shqiptojmë Subhana Rabbiyal Azim. I lavdishëm qoftë Zoti ynë i madhërishëm, 3 herë.
Duke u ngritur nga rukuja, shqiptojmë Semi Allahu limen hamideh. Allahu e dëgjon atë që e falenderon. Pastaj pak pushojmë dhe themi Rabbena lekel hamd. Zoti ynë, ty të përket falenderimi. Pastaj duke shqiptuar Allahu ekber, lëshohemi në tokë. Gjatë kohës së rukus, koka dhe shpina drejtohen, kurse shikimi bëhet në këmbë. Femrat gjatë rukus gishtërinjtë e duarve i mbajnë të mbyllur dhe duart i vën pak mbi gjunjë, duke mos u kërrusur 90 shkallë. Përkulja dhe lëshimi i fytyrës në tokë, sejdja. Kur duke qëndruar në këmbë shqiptojmë Rabbena lekel hamd, lëshohemi me fytyrë në tokë dhe duke shqiptuar Allahu ekber, bëjmë sejdën. Së pari përulim gjunjët, pastaj shuplakat e pastaj hundën dhe ballin. Në sejdë shqiptojmë Subhana Rabbiel Ala, qofsh i lavdëruar Zoti im më i lartë, 3 herë. Duke shqiptuar tekbirin e ngrem kokën nga toka dhe pak pushojmë, aq sa të shqiptojmë Rabbik firli, o Zot, më fal mua. E pastaj, në të njëjtën mënyrë, bëjmë sejdën e dytë. Nga sejdja duke shqiptuar Allahu ekber, ngrihemi për rekatin e dytë. Në sejdë shikojmë poshtë. Gjatë sejdës duhet ta prekim tokën me gishtat e këmbëve, gjunjë, shuplaka, hundë dhe ballë. Meshkujt gjatë sejdës hapen, kurse femrat sejdën e bëjnë të mbledhura, duke mbyllur hapësirat mes krahëve dhe trupit, dhe këtë e bëjnë për arsye morale. Ulja në namaz. Pas çdo rekati të dytë dhe në fund të namazit ulemi. Namazi prej 2 rekatësh ka vetëm një ulje. Namazet prej 3 apo 4 rekatësh kanë nga 2 ulje. Ulja e parë pas rekatit të dytë dhe në fund të namazit. Në uljen e parë lexojmë etehijatin dhe shahadetin. Në uljen e fundit lexojmë etehijatin dhe shahadetin, salavatet, duat dhe japim selam. Etehijatu. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Përkthimi. Përshëndetjet i takojnë Allahut, si dhe lutjet dhe fjalët e mira. Paqja qoftë mbi ty, o lajmëtar, si dhe mëshira e Allahut dhe begatitë e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të Allahut. Dëshmoj se s'ka zot tjetër posa Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Salavatet. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Përkthimi. O Allahu im, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i falënderuar dhe i lartësuar. O Allahu im, begatoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i falënderuar dhe i lartësuar. Duat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Përkthimi. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi me zjarr. Zoti ynë, më fal mua
prindrit e mi dhe besimtarët ditën kur do ta japim llogarin. Përfundimi i namazit. Selami. Namazi përfundohet me dhënien selam. Selami jepet në këtë mënyrë. Duke kthyer kokën në anën e djathtë, themi: Esselamu alejkum wa rahmetullah. Pastaj e kthejmë kokën në anën e majt dhe shqiptojmë të njëjtat fjalë. Pasi të japim selam, lexojmë: Allahumma anta selam wa minka selam. Tebarekte ya dhal jalali wal ikram. Përkthimi. O Allah, ti je i përsosur dhe nga ti është shpëtimi. Qofsh i bekuar, o Zot i madhështisë dhe bujarisë. Derisa lexojmë këto, fytyrën e fërkojmë me duar. Më herët kemi mësuar si bëhet ulja në namaz.